Shiko pareshur drejt meje dhe kërkote ku ndihmë, ngushëllim dhe shoqëri. Me që unë jam gjithmonë pranë teje, mund të kesh kontakt me mua thjesht përmes një shikimi të shkurtër. Nëse më kërkon mbështetje, ta jap me bollëk. Dienia që ti ke nevojë për mua, si në gjëra të vogla ashtu edhe në të mëdha, të mban në lidhje shpirtërore me këtë jetë. Nëse ke nevojë për ngushëllim, unë të mbështjell me shumë dëshirë në krahët e mi. Jo vetëm të jap idenë që je i ngushëlluar, por të shndroj në një kanal nëpër të cilin ngushëllimi im kalon tek të tjerët. Prania ime e vazhdueshme është më e madhja që ekziston. Bekimi më i madh, me shijen e të cilit ti përmes veprës time të çlirimit vjen tek kryqi. Edhe nëse do të duhet të durosh shumë humbje në jetën tënde, këtë dhuratë të mrekullueshme nuk mund të ta marrë askush.